ndjekës të kanalit Monitor TV, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish së bashku me mua Tyron Alilin për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit. Një protest e rrjeteve sociale tashmë ka nisur për një fotografi ku fansat kërkojnë nga Egli Tako që të poston me gjestin. Në fotografitë e fundit që Egli ka postuar në Instagramin e saj zyrtar, ku publikon edhe tashmë orarin se kur do të postohet sonte kënga Baby, një këngë që pritet që të del në YouTube në orën 18, fansat ka nisur që të protestojnë duke bërë hashtagat që duam një foto me gjestin, që nga momenti kur Egli Tako dhe gjesti u bën çift brenda shtëpisë Big Brother VIP Albania, vëmendja e publikut ndaj tyre nuk ka rënë asnjë çast. Historia e tyre e dashurisë ka qenë një nga temat më të ndjekura dhe më të komentuara në media, e sidomos në rrjetet sociale, ku fansat kanë ndjekur çdo hap të tyre me shumë kurreshtje. Megjithatë që nga dalja nga reality show, Egli dhe gjesti kanë zgjedhur të ruajnë privatësinë e marrëdhënies së tyre, duke mos e ekspozuar shumë lidhje në për tabloid dhe në për intervista. Por kjo nuk do të thotë se ata kanë humbur kontaktin me publikun, apo se fansat nuk janë duke pritur diçka më së shumti. Në një moment kur secili prej tyre po promovon projekte muzikore, ndjekësit kanë filluar të ngrejnë një pyetje të një rëndësie të veçantë, kur do të vi bashkëpunimi muzikor i tyre. Në një prej postimeve të fundit në rrjetet sociale, një ndjekës i Egli Takos e pyetën drejt për drejt atë nëse kanë në plan të realizojnë një këngë në duet me gjestin. Kjo pyetje ka krijuar me një herë tek fansat e të dy artistëve, të cilët shpresojnë që dyshja të bashkoj talentin dhe energjinë e tyre për një projekt të përbashkët që mund të shndrohet në hitin e verës. Në fakt, kjo është kërkesa më e madhe që fansat kanë, dëshira e vetme e fansave në këtë pikë të ndjekjes të tyre, të rrugtimit të tyre, të dashurisë të tyre me publikun. Publiku dëshiron që Egli dhe gjesti sa më shpejt të sjellin një bashkëpunim, të sjellin një këngë, sepse rikthehen në retrospektiv, në fakt i ka marrë malli t'i shikojnë bashk edhe më të konfirmohet marrëdhënia e tyre e dashurisë. Egli e njohur për zërin e saj të veçantë dhe stilin unik në muzikë dhe gjesti që ka fituar zemrat me tekstet dhe interpretimet e tij, janë padyshim prej dy artistëve më të ndjekur dhe më të dashur në skenën muzikore shqiptare aktualisht. Secili prej tyre ka pasur sukses me projektet e fundit, duke treguar se po konsolidojnë karrierën e tyre në mënyrën më të fuqishme dhe profesionale. Por idetë dhe energjia që ata mund të sjellin së bashku mund të shkaktojnë një ndryshim të madh në tregun muzikor shqiptar, ku bashkëpunimet më të forta mes artistëve janë gjithmonë të mirëpritura dhe shpesh bëhen hit i menjëhershëm. Për momentin, Egli nuk ka dhënë një përgjigje të qartë ndaj pyetjes së ndjekësive, duke lënë kështu shumë hapësirë për spekulime edhe për pritje. Megjithatë, vetë fakti që fansat po kërkojnë me ngulm këtë duet tregon se ekziston një kërkesë reale dhe një pritshmëri e madhe për këtë projekt. Një këngë e përbashkët mes tyre do të ishte jo vetëm një festë për ndjekësit, por edhe një mundësi e shkëlqyer për të konsoliduar dhe forcuar imazhin e çiftit si një nga më të suksesshmit në skenën e muzikës moderne shqiptare. Nga ana tjetër, një duet muzikor mes Egli Takos dhe gjestit do t'i sillte avantazhe të dyfishta. Për Eglin, një projekt të tillë do të shfaqte edhe më shumë si një artiste tërheqëse dhe si një artiste e guximshme, e cila jo vetëm që ndjek rrugën e saj artistike, por edhe di të krijojë kiminë perfekte për partnerin në skenë. Për gjestin, bashkëpunimi me Eglin do të ishte një shans për të shfaqur anën e tij më të butë dhe romantike, duke përforcuar imazhin e tij si një prej këngëtarëve më të pëlqyer dhe me një ndjeshmëri të thellë në muzikë. Në fakt, bashkëpunimet mes shiftit janë një fenomen që ka pasur shumë sukses në industrinë muzikore ndërkombëtare, ku lidhjet personale dhe artistike
shkojnë dorë për dore duke sjellë krijime që ngjallin emocione të forta edhe tepër të sinqerta. Shqiptarët janë gjithmonë të hapur për projekte të tilla, ku dashuria dhe muzika përzihen në mënyra të veçanta dhe nuk është çudi që Egli dhe Gjesti mund të shndrohen në një prej dueteve më të dashur të këtij sezoni. Në këtë kontekst, fansat janë duke bërë thirrje të vazhdueshme që Egli dhe Gjesti të mos vonojnë mëtej dhe të ndajnë me publikun këtë surprizë, edhe pse artistët po ruajnë një qëndrim modest dhe të matur, ku pritshmëria është në kulm dhe çdo lëvizje e tyre do të analizohet dhe do të komentohet në masë shumë të madhe. Në përfundim, megjithse nuk kemi ende një datë apo detaj të qartë për këtë duet të mundshëm, është e sigurt se çifti Egli Tako dhe Gjesti po përgatit diçka të veçantë, në një treg muzikor ku origjinaliteti dhe emocionet janë kthyer në armë të forta. Ky bashkëpunim do të jetë një ndër projektet më të komentuar dhe më të dëshiruar. Publiku mbetet në pritje ndërsa Egli dhe Gjesti kanë në dorë mundësinë të shkruajnë një kapitull të ri në historinë e tyre artistike dhe personale, duke na dhënë një këngë që do të mbahet mend gjatë në playlistat e verës. Do me thënë, gjithë publiku shqiptar është në pritje të një bashkëpunimit, në fakt të gjithë jemi në pritje të një bashkëpunimit, me zemër të gjerë presim që Gjesti dhe Egli sa më shpejt të na sjellin bashkëpunimin e tyre. Në intervistën e fundit në Kanape, Egli Tako tha që është gati, do me thënë, për të bërë një super bashkëpunim ku do të jetë një super bombë e madhe që do të befasoj surpriza publikun dhe kush do të ishte në fakt surpriza më e madhe në këtë rast se sa një bashkëpunim me Gjestin. Që të dy kanë një rrugtim shumë të suksesshëm, karriera e tyre po shkon në linjën më të bukur të mundshme, po punojnë, po sjellin projekte. Pikërisht sot e kemi publikimin e këngës së Eglit, ku më pas do të presim edhe publikimin e këngës Gasolin, por siç duket, publiku është entuziast dhe kanë krijuar një besim që marrëdhënia e tyre është në rrugtimin më të bukur, po thjesht duan të ruajnë këtë sekret dhe duan ta mbajnë raportin me publikun në këtë rrjet, do të thënë duan të shkojnë në këtë situatë dhe për të parë se si po shkojnë gjërat dhe se çfarë do të presim nga ky çift në të ardhmen.